Falënderimet dhe lavdërimet ti takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe salamat i dërgoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik, edhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, edhe më të jemi tek cikli i hutbeve si të sillemi me Allahun Azza wa Jall. Në këtë hutbë do të flasim me temën apo lidhje me çështjen si të sillemi me Allahun Azza wa Jall kur shohim ndonjë ëndër. Dhe çështja e ëndrave është një diçka tërheqëse, është një diçka që shumë njerëz interesohen për të. Dhe njerëzit janë të prirur që shpesh që shohin ëndra, tua din atyre kuptimin, prej nga erdhi kjo ëndër, çfarë kuptimi ka ëndra në fjalë, edhe çfarë do të ndodhë pas kësaj ëndre. Edhe të kalumën edhe tashmën kemi njerëz që marrin guximin të futen në komentimin e ëndrave, pa pasur kur një fardije. Por ata arsyetuan se kemi përvojë edhe kemi dëgjuar disa gjëra nga kaluara. Të komentosh ëndrat do thotë të futesh në çështjet e Allahut Azza wa Jall. Të komentosh ëndrat do thotë të futesh në diçka që është e padukshme për ty. Për atë arsye, në kohën e Imam Malikut, njëri prej njerëzve e kishte bërë zakon që njerëzit mja troki derën edhe e pyesnin për ëndrën që e ka pa. Imam Maliku e ndali rrugës edhe i tha: "E tel'abu bi wahillah", apo bon hajgare, edhe po do me fol me shpalljet e Allahut Azza wa Jall, me këto po do me lujt, që do thot, jo çdo kush duhet me marrë guximin edhe me komentu ëndrën e filanit, edhe ëndrën e alanit. Para mendoni sa ka qenë gjallë pejgamberi alayhis salam, prej njerëzve më të ditur të këtij umeti ka qenë Abu Bekr as-Siddiku, dhe vetëm një herë transmetohet gjatë jetës së vet që ka komentuar një ëndër, edhe atë komentim e ka bërë në prezencë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i dërguari i Allahut kur e dëgjoi ëndrën, edhe dëgjoi komentimin e Abu Bekrit, i tha: "O ti i drejtë edhe i sinqert, një pjesë të komentimit ja shëllove, ndërsa pjesën tjetër gabove." Për arsye, ai i cili e shef një ëndër, duhet me pas kujdes kujt i drejtohet, edhe kë po e vet, sidomos nëse ëndrat janë të këqija, me pas mundësi që mos me i tregu askujt, pas një njeri që i tutet Zotit, edhe nuk ta përhap ëndrën e keqe. Se ka thonë pejgamberi selam, ëndrat nuk realizohen dhe janë tek këmba e zogut, e ka marrë një shembull, dhe kur realizohen atëherë kur fillon ti me i përhap mesin e njerëzve. Andaj duhet me pas kujdes. E para, mos me u marr shumë me ëndra, edhe e dyta, me pas kujdes çish po i komenton, edhe çish po i transmeton ëndrat. Nga se erdhi njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tha: "Ja Rasulullah, e kum pa një ëndër çuditshme." I tha: "Fol", tha pejgamberi sallam. I tha: "Ja Rasulullah, e pash ëndër, Allah ju nderoft që koka jeme kishte qenë kputme. Thot koka este përpara, unë pa kokë shkoja prapa dhe e ndjekja kokën time." Atëherë tha pejgamberi sallam: "Oj hak, njerë për ty edhe njerë për çdo njeri. Thot që e lejon shejtanin natën me lujt me ato, e kisa bale qohet edhe i ka zonë prapat, edhe i ka zonë lafët, e shejtanit e mallkuar. Ka këshur film horror prom, edhe në më që kema pa ëndër horror, vjen nesër të agahohet, shka s'kom pa proma, syt ka pësohë, tu drirë, shka ki me burë, e kom pa këtë ëndër, pa shka bune prom, kom këshil film horror, për në më që horror kema pati, ta po të më pa paklar në ëndëra, andaj duhet me pas kujdes, me çka të mirësh, që aksu shpesher ndodh me u argumentu natën. Interesant, ka qenë një djetar që është marrë me komentimin e ëndrave, ka qenë pi tabiinëve të mëdhej, mas sahabëve, edhe ka pas emrin Muhammed ibn Sirin. Shikoni vigjilenca e njerit mëshëm, shikoni vigjilenca e dietarëve. Ka një njeri dhe ka pyet Muhammed ibn Sirin dhe i ka thonë: "O dietar, o xhimam, e kum pa ëndër vetëm tu aty rezanin." Ky ponari dhe pekshi i thot: "Me lejen e Zotit ki me kry haxhin ditën e ardhshëm." Erdhi një njeri tjetër, njëjtën ëndër, tha: "E kum pa një ëndër tu aty rezanin." Tha: "Ti ki me vjedh edhe ka më të thirr emrin me ta kbu dorën."
njëri pi xhamatit kënë xhami tha nga hoç, çush mëre, tha njëjta ondër, veç filanit vetë më harë, filani më vonë, a xhevapi negativ, ky pozitiv, ky negativ. Se i komentove këto ondra kështu, tha për shkak se i pari konveti e pash njëri devotshëm takva, syt u dokshin që i ka të mirë, nuk ish njëri shëragji, e tha i thash xhevapin mbas asaj që Allah i ka thonë. Çka ka thonë Zoti? Wa adhin fi nasi bil hajji yatuka rijala. Dhe thiri njerëzit me ardh haxh, edhe kanë me të ardhë plot burra duke ecë në kom edhe me deve. Andaj ky njeri e pat synin e çapës, edhe me këtë thirrje Allahu i ka bërë thirrje me shkon haxh. Edhe për një nuk shkoj shumë ku e gatë, ky njeri u bë gati edhe u bë haxhi. E asi di tha, pse i tha atine, e pash ondër vetë të thirë e zanë, e ti tha, ki me vjetë, diçka, edhe ka më të thirë emnin gjykat islame, edhe ka më të këput dora. Tha i thash këtine, ashtu si që ka ndohë në Egjipt në kohën e Jusufit a.s. ku tha, ejetu el-iru, fa edhene muedhinun, ejetu el-iru innekum lesarikun, tha thiri, njëri prej antarëve të Ministrisë Financave të Egjiptit, o ju që keni ardhë, o karavani i Egjiptit, ktheuni mbrapa, se dikush për juve ka vjedhë, andaj duhet me abo sankcionet. Andaj të ki njëri, e pashë është njëri gjunaqar, e pashë është i rrasë në gjunore, e kise ka synin e qabës, këtine një shfaqe zani në ndër, në gjithka së është regull. Andaj e pashë i kime vjedhë, edhe ka më të pëdora. Për një me nuk shkoj shumë ku e gatë, ki njëri vjog edhe ka një pëdora. Po du me thonë që jo të gjithë njerëzit e shohin të njëjtën ëndër, jo. Jo të gjithë njerëzit që e shohin të njëjtën ëndër e kanë kometimin e njëjtë. Edhe e treta, jo çdo kënd duhet me avon komoditetin me vetë për ëndra, edhe jo çdo kujt duhet me drejtu me vetë për ëndra. Shumica pyetjeve, sidomos atyre që janë beqar, që na drejtohen, e kanë pa ëndër këto, e kanë pa ëndër këto. Fol me një vajzë, edhe pse është ndaluar me rrjetet sociale, ka qenë me pas gru, fol gjithmonë ku çfarë sapala pa shondra, po ti çka kena pa? A do hoç kena pa? Normal që është ato që ke fol. Andaj nuk ka nevojë me u pa me këtë punë. Të ndua xhamat, gjumi është gjysmë vdekje. Dhe ose saktimi i Allahut azza wa jall që ndor, Allah i dikujt t'ia bën nasib, në ra me flet e muçu sapalesh në shëmir. Ndërsa Allahu dikujt t'ia mundson me flet, ama mo nuk çohet gjallë. Për arsye Allahu ka thënë, Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha. Allah i cakton me vdek dikujt edhe në gjumë nëse i ka ardhur agonia vdekjes. E nëse nuk i ka ardhur agonia vdekjes, fa yumsiku allati qada alayhi al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Ati që s'ka me vdek, Allah ja kthen shpirtin deri në afat të caktuar. Që do thot, momentin kur njeri shtrihet me flet, shpirti del. Dhe shpirti kur dalet të ndërua xhamat, ka tre raporte. Raporti i parë është ka mundësi një shpirti i mirë që ka ra me flet, bjen me abdes, bjen me bismillah, bjen krajnë e djath, e kënon Allahu lajn, Allah i ku ti mshele ki insan syt, kur filloj shpirti me dalë të trupit, me dalë të rrën, Allah i e qonë një me lache, me marë këtë shpirt, edhe aj shpirt, desa të shohë i gjumit, ka me pas punë me melejke. Nëse e ka caktim me dek, nuk thejet dhe mas, nëse e ka caktim me tu këthejnë trup. Mirë po qka bon ki shpirt me melachet, se kjo është bote fshet, ka kënë kalzu djetarët, të ku bazun argumente fetarët, shëndosha, këtë shpirt me melachet e marin, ose e kalzujnë një arme, e cila arme për to është e suksesshme, ose e fillojnë diçka që ka me ndohë, edhe përgatisin, ose ka mundësi Allah i këti njëri, i a freskon zemrën. Për shembull, i ka deke vladi moshtri, edhe i ka shkrumu zemra, se ka po e vlada se që 10 vjet ka dek, që 5 vjet, Allah i ku bjere këtë person në gjumë, nëse është përmamu me po e vladin që ka bon, i thot me la që smirja shpirtin, edhe takoja me shpirtin e të vdekurit, apo mundsoja kisa është duke e pa, duke e përgvel, duke e përqafu, duke u bisedu, duke u qmal, me ato që e donë. Ka mundësi me qenë nona, ka mundësi me qenë baba, vllavi, e vladi, kështu më radhë. Edhe ka mundësi Allah me afreksku shpirtin, se ka qenë ki njeri i përmallon. Edhe ky shpirt është i betum. Lloji i dytë, do të këto ëndra janë, apo këto gjëra janë për Allahut azza wa jall. Lloji i dytë është ka mundësi shpirti kur bjen me flet, ka bo haram, ka pi haram, ka humbur haram, edhe kur bjerë pa abdes, pa dua,
Allah i thot me lejkene mos e prekni këtë shpirt të pistë. Kush vjen, afrohen shejtanët, Allah i narujt. Në momentin që del shpirtin nga trupi, pasi që njëri flet dhe gjumë e gjusën vdekje, e marrin shejtanët e flisht këtë shpirt edhe e shka i bojnë. E para është ka mundësi e friksojnë, ka mundësi e të narrojnë për tarmën, ka mundësi i paraqesin skenat frikshme me grujen, ka mundësi i paraqesin skenat frikshme me ndonjë antar familjes, ose ka mundësi ja hubin busumën këtë avana ujtë. E qojnë vendet pista, për të arsye shejtanit e ndëruar xhamat është armiki i jemi i joti ati dhe asaj, armik më të përbetum, nuk kena këtë dunja. Për atë arsye Allah i ka thonë, inna shejtane lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Me të vërtetë shejtani është armik i përbetuar i juaj, andaj trajtojeni si armik atë. Edhe lloji i tretë ndëruar xhamat është shpirti, as e merr me laçja, as nuk e merr shejtani. Çka bën? Ky shpirt del në terren. Bje me flet insani edhe del. Te poshtë naz, mirët me diçka. Për shembull, kira me flet, para se marrë me flet, kishin e tiri ndar, apo ndrejt. Edhe tu ka servu ushqim i mirë. Qoftë sot gjuk apo diçka tjetër. Edhe ki shku të shbija qatë shumë ki ungur buk, s'ki pas vak as mu desh. Edhe vetë zoje gjumi, ka ovën bust, e shef vetën të pi babar në ujë. Apo e qetri, ka ovën laknu në sëfir. Bje me flet ma sëfiri, kna që të pi ajran në ndër. Do thotë me çka të mirë është ditën, çashtu ti në marr në ndër. Ose për shembull ditën ka më numër pare. Si ti mësim shit janë nismi në vidurt. Për pare kemi në numër, kemi qenë të shka. A dhe këtu në tre lloje të ëndrave. Lloji i parë është nga Zoti, lloji i dytë është nga shejtani, lloji i tretë janë ëndrat e përditshme. Mirë po, kur ta shohni një ëndër, siç mund sjell me Zotin xhelala, këtë do ta mëson ta kuptojnë inshallah në hutbën e ardhshme, me vetëm në qëllim që mos të stërgjatet hutbja. E lusme Allah azhe që Allahut na mësoj që të shohim ëndra që na i duam, Allah na ruaj nga ëndrat e këqija dhe dëmet e tyre. Amin, amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah wa nafani wa iyyakum fima qultum wa sami'tum. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.